Ora shënon 12 dhe festa e ndrimit të viteve ka kulmuar me sfishek zjarësh të shumtë në qendër të kryeqytetit. Edhe pse temperatura shënon -2 gradë Celsius, qindra qytetarë kanë lënë shtëpitë e tyre për të festuar në sheshin Skënderbej. Kjo ka qenë pamja në kryeqytet gjatë natës së ndërimit të viteve, një spektakël i vërtet fishek zjarësh. Por si çdo vit, qindra e qytetarë kanë ndjekur traditën për të dalë festuar në sheshin Skënderbej, nga ku kanë uruar për një vit më të mbar, me shëndet, lumturi e begati. Gëzuar për shumë vjet. Urojmë sa më shumë shëndet dhe lumturi gjithë familjeve shqiptare. Gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në çdo familje shqiptare. Qofshin të lumtur në vitin 2015. Mbarësi, lumturi. E uroj gëzuar të gjithë shqiptarëve kudo që janë mbarësi. Në masa të repta sigurie, nata e ndërimit të viteve ka vënë në lëvizje qindra efektiv policie për të garantuar një ndërim vitesh pa incidente. Policia si që shifni në këmbë për të marrë gjitha masat për të siguruar mbarvajtjen e festimit të ndërimit të viteve, gjithçka shkon mirë. Uroj gëzuar vitin e ri për gjithë qytetarët e Tiranës edhe një vit sa më i mbar. Por festa ka vijuar në përbaret e klubet e kryeqytetit, ku shumë të rinj kanë preferuar të festojnë deri në orët e para të mëngjesit të datës 1 janar, mes muzikës e pijeve. Ndryshe nga vitet e tjera, ky vit i ri nuk ka sjellë të lënduar rënd nga fishek zjarret, aksidentet apo armët e zjarrit.